Ervin, të përshëndes, cilat janë akuzat për kryetarin e Bashkisë së VAUTD-s? E çfarë kanë nxjerrë hetimet? Në fakt, ditën e sotme, kryetari i Bashkisë së VAUTD-s, pra edhe Kristian Shkeli, është marrë zyrtarisht i pandehur nga ana e prokurorisë së posaçme me akuzën e blerjes dhe ndjes, pra akuzën e korrupsionit në zgjedhje kryer pra në zgjedhjet e 11 maj, ku vetëm pak ditë para 11 maj, si duket, prokuroria e posaçme ka arritur të sigurojë prova se Kristian Shkeli, pavarësisht se ishte në radhët e Partisë Socialiste, ka siguruar dhe ka bler vota për sa i përket edhe partisë Tom Doshit, si njihet edhe njeri i afërm, pavarësisht se është në radhët e Partisë Socialiste, por njihet si njeri i afërm i Tom Doshit. Në fakt, kryetari i Bashkisë pra së VAUTD-s Shkeli është paraqitur ditën e sotme, ku është marrë zyrtarisht i pandehur dhe janë komunikuar edhe akuzat, ndërsa më herët, vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 11 majit, Shkrelit ju sekuestrua edhe celulari i tij, ku si duket në këtë celular janë siguruar edhe provat nga ana e prokurorisë së posaçme, pak për sa i përket akuzës së korrupsionit në zgjedhje. Kujtojmë në fakt se edhe para zgjedhjeve të 11 majit ishte kryeministri Edi Rama që në fakt në një mesazh, mund të themi të koduar për sa i përket Kristian Shkrelit, i tha që të mos luaj me dy porta, ku si duket edhe faktike nga ana e prokurorisë së posaçme, ku mblodhen edhe provat, rezultoi se kishte kryer edhe veprën penale korrupsion në zgjedhje dhe akuzë e cila është marrë ditën e sotme i pandehur kryetari pra Kristian Shkreli. Së bashku me të janë edhe 3 persona që dyshohet si janë të përfshirë në këtë vepër penale pra të korrupsionit në zgjedhje. E kuptoj. Mirë, Ervin, faleminderit për informacionet që përsolla.